Gjibrili a.s. le takim me pejgamberin Allah. Ndëgjoni këtë hadith me vëmendje. Sahih Buhari, le takim me pejgamberin Allah. Tha ja Muhammed nesër mas ikindijës do takomë te shtëpia jote. Pejgamberi Allahut e prit Gjibrilin, s'po vjen Gjibril. E pret Gjibrilin të vjen, s'po vjen Gjibril. Pejgamberi Allahut brengoset dhe subhanallah. I dërguari Allahut nuk e thën premtimin çka ka ndodhur. Aisha thot ngritoja Muhammed ta pastroj dhomën. E pastron Aisha dhomën nën minderin e pejgamberit Allah, e gjen një klish i ngordhur. E nxjerr thot subhanallah, kur pas ka hi, vjen Gjibrili alayhis salam dhe i thot ja Muhammed, premtimim nuk e kam thi, as takimim nuk e kam haru. Ishte një klish në dhomën tonë i ngordh, ne melekët nuk prezantojmë ku ka qenë dhe klish. Ka thonë pejgamberi Allah, ai që man qenë në shtëpi, ai që run qenë në shtëpi, për çdo ditë ka një kodër se vape i shkrijen. Cili prej neve mundet një ditë për një ditë me arrit me bo një kodër me se vape. Tha skena në shkrijen njoni, tha se unë s'kam. Mos e kje det një kodër gjënohet nga rkor. Maroja qefin një pitan, maroja qefin gjallit ton. Ka thonë ja Resulullah për mocën. Ka thonë moca është që duhet jeton me juve. Mocën nuk ka problem. Qeni zgudzon me qenë në shtëpi, për pos qeni të rojës dhe qeni të gjuetis.